e ndoqët dhe mbledhjen e parë, ne shprehim qartazi këto element. Nuk mund të ketë një reformë zgjedhore apo dhe të reformë territoriale që është siamezja e reformës zgjedhore, si reformë, qoftë dhe si komision, nuk mund të ketë diçka të tillë nëse parlamenti vazhdon me situatën aktuale që mbyllet për gjysmore dhe nuk ka diskutime, seanca plenare apo dhe komisionet e ndryshme. Nuk mund të ketë një reformë zgjedhore në qoftë se ideja është që të bëjmë diçka me konsensus dhe pastaj ta përmbysim me votat tona siç bën vitin 2020. Pra shqiptarët duhet të ikin propagandës së PS-s dhe të gjithë atyre që ndihmuan PS-n në vitin 2020. Çfarë? E ndryshoi, pra duhet dinë diçka. Partia Socialiste e ndryshoi sistemin zgjedhor në vitin 2020 me votat e saj dhe atyre që mbajtën mandatet dhe i dhanë mundësinë që ndryshonte kushtetutën. Dëmi më i madh që është bërë procesit zgjedhor, po dhe opozitës në veçantë ishte heqja e koalicioneve siç kanë qenë dikur, ku të gjitha partitë mbledheshin bashkë dhe forconin, krijonin një front opozitar. I shërbyen Edi Ramës me propozimet që bën atko. Dhe në këto kushte nuk ka ndryshuar më asgjë nga 2020-a. Sistemi zgjedhor bëri dy gjëra. Përmbysi të gjithë marrëveshjen e 5 qershorit 2020 që nuk e prekte sistemin zgjedhor, dhe e dyta intoksikoi skenën politike parlamentare duke i bërë dëm edhe partive të vogla, pra dhe pluralizmit. Tani pyetja është, nëse kishit atëre pseudo-garancitë e Juri Kimit, të cilat nuk u zbatuan, është e thjesht tani për të ditur çfarë kërkoni konkretisht dhe sa janë pritshmëritë që do i arrini kësaj radhe këto garanci? Atëre është më mirë kur nuk ekzistojnë pseudo-garanci. Duke qenë i përfshirë drejt për drejt në atë kohë në negociatët e 5 qershorit, ku qartazi kemi parë që vetëm garanci për opozitën nuk ishte aty, por nuk ishim rrugë tjetër. Lulzim Basha kishte djegur mandatet. Dhe në mënyra më e mirë është të merrnim diçka nëpërmjet një kompromisi sa do të arrinim. Por ama pseudo-garancit, siç e the me të drejtë, bën të tillë që kur PS-ja vendosi të ndryshonte çdo gjë në mënyrë unilaterale, pra sistemin zgjedhor, nuk patim asnjë lloj mburoje. Të paktën kësaj radhe ne jemi aty. Askush nuk mund dalë dhe të na thotë që jo, po ju e latë reformën dhe nuk e bët dhe e keni fajin vetë, siç na thanë në vitin 2014 për reformën territoriale, që nga ana tjetër po ndodh në tjetër kohë. A do ketë ndokush guximin që ka akuzuar PD-n deri më sot pse nuk morët pjesë atëherë ti kërkoj PD-s dhe opozitës mos merrni pjesë në reformën territoriale, po sikur Partia Socialiste sërish të bëjë një hartë të re territoriale edhe më ndëm partisë të opozitës. Ta bëj gjithë veriun me 2 bashki dhe jugun me 80. Po, domethënë pra ta mund bëjnë çfarë, ju keni dëgjuar që Edi Rama praktikisht po do të kthehet tek ato rrethet e kohës komunizmit, 26 rrethe ka pas Shqipëria në ato. Pra koncepti i decentralizimit pushtetit vendor është krejt, jo në rrezik, po është në shuarje. Ndërkohë që ne kemi bërë ka 3 vjet që kemi një projekt ligj dhe ja marr personalisht në atë kohë, në një konsult në terren për hartimin një projekt ligji që e çon në 96 bashki nga 61 aktualet. Pra pushteti më afër zgjedhësve, zonat rurale të shërben nga bashkitë që janë afër tyre, jo nga qendra urbane që janë larg, nga qendra e Tiranës, nga qendra e Durrësit, nga qendra e Elbasanit, janë qarqe të mëdha, kanë nevojë për më shumë bashki. Ndërkohë që Partia Socialiste duket qartë se përsëris synon centralizim pushtetit dhe s'ka asnjë çudi. Fundit centralizim pushtetit për shkak se ne shohim që Edi Rama çdo gjë po e centralizon për efekt korrupsionit dhe kontrollit me një dorë të vetme që ne shohim ke dosjet skandaloze korruptive, Balluke, kompani ku në gjitha Del Rama nga pas. Nuk po flas për reformën territoriale se nuk është diçka që drejtoj unë, po lidhet drejt për drejt në mënyrën si funksionon edhe reforma zgjedhore, por nga ana tjetër është proces politik i ngjashëm me reformën zgjedhore. Ne nuk mund t'i shmangemi kësaj. Me të gjitha kostot që ka. Janë reforma që kërkojnë vendimarrje politike, ashtu si edhe vendimet e korrikut të 2024-s për ndryshimet për diasporën, apo dhe për vetëm pjesën e listës së zgjedhësve në sistemin zgjedhor, kanë qenë vendime politike të kryesisë Partisë Demokratike.
Nuk ka asgjë individuale në këtë histori. Ja kuptoj. Ne do t'i përballim gjërat në mënyrën se pra me Pra nuk më tha cila është kërkesa, nëse do mund të ma shpjegonit me një super kërkesë. Ku mendoni se është pika e dobët nevralgjike cilën ju e doni për të mbrojtur disi rezultatin e zgjedhjeve? Apo edhe formulën elektorale, se kam parasysh ç'a ndodhi në marrëveshjen e qershorit. Do them dy